tani, në autobus. Gjithë me që do Roza, edhe te ty kam shumë dëshirë ta them, ose do matesha diku. Isha vesh, isha ngref, më Rebert, po kështu më pëlqeu vetjas. Se ty s'pëlqen asnjëherë, po ka ca ndonjë ditë duket vetja bukur. Po. Veshur, e kështu e thash si jam duke nxjerr makinën fare. Mbyllme nuk shikon njerëz makinë, është të mërshme. As taksi prap mbyll. Autobus ishte ora që nuk ka njerëz. Po shkoj te Roza, thash, tipi në autobus shoh dhe njerëz. Hipa në autobus, po pëlqete vetja shumë. Thash, sot, thash, është dita ime. Do qëlloj na një. Na një. I ëndrave të pleqërisë. Kështu si me të qeshu me veten time, kur do t'i mu të pjaca, futet një, apo dhe, yll. Dalon autobusit e pjaca dhe hipën diku stacion atje. U fut njëri, thash, ja, ëndra e pleqërisë. Ja me këtë. Ëndra e pleqërisë. Një në rini, një në pleqëri, mo e ke identi, drrrr, mua leqet e këve, mu drodhën sa, aha, e hëngra unë. E i ku e mua bet, thash unë, ky një hap të bëju palosa. Të mërshme, po bëjnë qik veten. Po bëjnë qik zonjë, si Rita, ma Rita, artistja. A kishte blera diçka në pjazë, a kishte pas diçka? A i përqef të vetë, aroma ati me erdi, dera ati, qatë të mund i parfumosur, i veshur, me ato thinja. Unë me ca syza na kaq, se kur jenë në ambjente publike, ruemi qinesh, edhe bëja kështu dhe sytari unë. Kur do ti, unë duke ndërruar ta një këshu, me pa, ja një këshu më mungon, ja një këshu, me një këshu do doja. Kura i këthet nga mua. Po vinte, po ishte qik, unë në fillim a isi nga fundi. Po harova numrin e telefoni që do t'ja thoja. Ti kanë konë të e mendut, po. Harova i po vinte, unë po numrin që të pia kafe që t'i thoja, se pash po vinte të meje. Iku, sa ku truri as numër telefoni, as gjithë vetë më piva dhe po bëja të divën. Absolutisht. Kura i me atë hapin e pa i po më duke i mua si në përëndra. Kur eri për thashëm, me mua e kishte, bram para me, më falni, tha, zonja e Rita Lati, po, thashëm, me një qëndrim, stoik. Tha, jam shumë i lumtur që po të takoj dhe po të shikoj respekt për ju. Unë e tej dër. Respekt për ju. 069, këtë direkt numrin, po. Po vite numrin. Tha, jam shumë i lumtur, tha që po të takoj live, tha, sepse unë jetoj në diasporta. Është një fat i madh, sepse ne ju ndjekim shumë, do kisha shumë dëshirë të kishe hequr syzat dhe të bëni një foto bashk. Patjetër, i thash unë, hoqja, tha sa që ke plakush. Syzat pak madh moja kanë bëllu gjysën e ftyrës, po dhe osa që ke plakur. Sa që ke plakur, Sa unë qeshtë, prandaja unë në thash, dhe ty nuk plake njerëzi, këtu plakesh kur do vetë? Po. E kur tha Roza, thash ati do shkoj të Berti që unë plakem kur dua vetë. A more vesh qa ma bëri? Une me parëmendova këtë ndrysha, dhe tu ardha, tu afru, kjo tu pregadit mja dhe numre të nërë, më falj, mos ke ndo një vllak shtu të bukur si ti se unë jem pederast. Asa një do këndon, po leus një 3 dita, nuk dola jashtë fare, së mlodha do të vetën. Osa që ke plakë, po. Ose që nke, unë dita me bukur e të stime ajo, unë. Po, me Isha duku me bukur. Me thënë të drejtën, a i komenti zotris na kushtoj shumë lek, se mami bëri një shopping shumë të fort, brapa. Po, tashi... Nga i nati, po që do tashi. Edhe tu ja dërgu ati në Instagram. Tani, ta them dhe final. Ta si plesëria nonën ati në zone, fa. Se s'desha me thënë këtë të fundi, se desha me lën pikën këtu. Po, kur më pa që unë vërtet, nuk është se dhash vetën, se unë jam aktore, po bre një busqeshe, tha pse vetëm ti ditë bësh humor, edhe më kapi për qafe, pasa u kujtoar me telefonit, i kujtova të tëra dhe erda në vete. Je, pas ka regullu pak në fund, se tash më skalon me qaq, se din këta, sidomos ta që jenë diaspor, pak adin, edhe kur te shofin dikon që e kanë kështu idol adin, që në fond sa të atyrve, ma ne shfryzojnë rastin kret mja thonë, adin, Rita humorit edhe të ngacmojnë qik. Po. Edhe po unë, edhe kur e them, në ambjentën shoqërin time, kur e them, e lë pikën këtu, sa që ke plak. Se kërcet aty. Po faktikisht a i tha pse vetëm ti ditë bësh humor dhe më mori për qave dhe unë të shtiqat e krate ati, a ishte e pa mundur. Me zjedha në vete pastaj. Bravo. Edhe ma e mirë se Barceleta. Ashtë e përjetu me kjo. Po.